رسول الله شم نبغان يا رسول الله زمرة دان يا حبيب الله Asalamu alaikum, përshëndetje të nderuar dëgjues dhe miq të radios Dituria Islame. Ju flasim nga studio në Prishtinë e radios Dituria Islame dhe sonte kemi ardhur drejt për së drejti në këtë program të radhës, të cilin do ta realizojmë me profesor Dr. Hafiz Hayreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje edhe sonte. Aleikum salam wa rahmatullah, moderator Avni. Faleminderit, mirë se ju gjeni. Vëllezër të ndershëm, kudo që jeni dhe motra të ndershme, kudo që ta dëgjoni. Të nderuar miq, dëgjues të dashur të radios Dituria Islame, siç keni qenë të informuar deri më tani nëpërmes mediave të vendit tonë, në mediave shqiptare kudo që janë, është vendi ynë, Shqipëria, po ashtu dhe Kosova është prekur nga një tërmet i një shkallë të lartë të magnitudës me 6.4, një tërmet i cili epiqendrën e tij ka pas në detin Adriatik dhe rrjedhimisht si pasojë e kësaj ka edhe pasoja në njerëz, do të thotë ka përmbi 21 persona deri më tani të vdekur dhe me qindra persona të plaguar. Sigurisht në emër të stafit të radios ne lutemi që familjarët e personave të cilët kanë ndruar jetë nga kjo në këtë fatkeqësi të kenë sa më të lehtë dhimbjen, njëkohësisht edhe të plagosurve. I dëshirojmë shërim sa më të shpejt, po ashtu edhe ne si staf solidarizohemi me këtë situatë, me këtë dhembje e cila e ka kapluar vendin tonë. Ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë do të pasqyrojmë në kohë reale të gjitha pamjet të cilat na vijnë nga mediat shqiptare, do të thotë jemi me pamje reale në transmetim të gjithë ju që na ndiqni sigurisht në Facebook dhe YouTube, ndërsa ju të tjerët që na dëgjoni nëpërmes radios do të mund ta dëgjoni një ligjëratë e cila mund të jetë në këtë temë, pra Kurani dhe ligjet e natyrës gjithësisë. Kjo temë pra që do të trajtohet sonte në këtë transmetim nga bashkëdrejtuesi i këtij programi, profesor Dr. Hafiz Hayreddin Hoxha, me të cilin e falenderojmë që sonte sigurisht në këtë situatë mjaft të vështirë për vendin ka gjetur mundësinë që të na bashkohet edhe t'i themi disa fjalë nga këndi edhe nga aspekti shpirtëror ose nga ai i Kuranit të famshëm i cili na mëson në mënyrën më të mirë se si ta kemi kujdesin në këto situata të tilla. Profesor, ju kaloj fjalën juve që të nisim një ligjëratë të këtij programi dhe me shpresë që edhe dëgjuesit tanë do të kenë përfitimet nga ky ligjërim i sonte. Faleminderit moderator, Allah i trojt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gjitha falenderimet, gjitha lavdatat qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu. Ashtu si e fahije, së madhe Zot, ashtu si e meriton ai, ashtu dhe si na ka mësuar neve në Kur'an ta falenderojmë atë, dhe ashtu si na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam e falenderojmë me emrat e tij të mirë dhe me cilësitë e tij të larta. Salavatet tona, përshëndetjet tona të gjithë së bashku, si gjithmonë edhe sonte ja dërgojmë Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për gjithë ata besimtar dhe vëllezër që pasojnë rrugën e tij derisa të jenë gjallë. Në radhë të dytë, vëllezër të ndershëm, dëgjues dhe shikues të ndershëm kudo që t'jeni,
i drejtohemi Allahu xhaleshanuhu me zemër të sinqert, ne pashtë edhe ju që po na ndëgjoni, që këtyra familjarëve të cilëve i kanë humbur të dashurit e tyre në këto raste, në këto fatkeqësi natyrore, në këtë tërmet të fundit, që shpesh herë kohë të fundit ka filluar më paraqit në Ballkan, në Shqipëri, po edhe në Kosovë, me një nivel më të ulët. Familjarëve të tyre, Zoti xhaleshanuhu inshallah u jep durim dhe sabër. Ata të vdekurit që kanë vdek, inshallah shpresojmë që të jenë xhenetli, sikur se ata që vdesin në ujë dhe në flak. Po i lutem me Allahu xhaleshanuhu që edhe këta që kanë vdek nga shkaku i tërmetit të jenë xhenetli dhe të jetë bashkohen me banorët e xhennetit. Dhe të jenë radhën dhe shkadën e shahidave dhe dëshmorëve që Allahu xhaleshanuhu i ka ndëruar ata në xhennet. Së bashku me ju e doj mërzin ton edhe nga Katari dhe në emën timin dhe familjes time dhe vëllezërve të ju në Katar dhe anë, u shprehin do të ngushtime dhe mos u mërzitni, e Zoti ju lashnosh, inshallah kalon edhe kjo situatë dhe shohim ditë më të mira. Vëllezër të ndershëm, sa i përket këtyre fenomeneve natyrore, si për shembull tërmetet e shpeshta, dridhjet e tokës, kohëve të fundit edhe dridhjet e deteve apo të oqeaneve, tsunamet të ndryshme, stuhit, nxehtësia e madhe, vapa e madhe, shirat të pandërprera, vërshimet, djegja e pyjeve që na ka plën shpesh herë, të thot, rozullin toksor në shumë vende, në shumë shtete. Të gjitha këto fenomene, të gjitha këto fatkeqësi, të gjitha këto, të thot, ndryshime natyrore që dalin nga jeta normale, nga ligjet e tyre normale, që po ndodhin në sipas vizionit kuranor dhe sipas ajeteve kuranore, po kem dëshirë të japim një sqarim ashtu si Kurani e parashtron, ashtu si Kurani e komenton këtë gjithësi dhe ligjet e kësaj gjithësie të këtij universi, ligjet e kësaj natyre, ta shohim Kurani çka po flet. A ndodhin vetvetiu këta, a ndodhin rastësisht? Kush e komandon këtë univers, këtë natyrë, kush e ka në dorë? Pse ndodhin këto? Edhe çka na japën të kuptojmë? Çfarë mesazhe ngërthejnë vete këto fenomene të ndryshme që i përmenda, me vërshime, me ujra, e me djegje, e me dridhje, e me shembje të tokës, shafitje të tokës, e tjera tjera. Në radhë të parë, o vëllezër të ndershëm, çka është më rëndësi me ditë, shumë ajetet kuranore në flasin neve, e unë do të zgjedhë disa nga ato se nuk na premton koha për gjitha, e këto ajetet na mjaftojnë dhe na ndriçojnë mendimin ton, zemrën ton, dhe nëse na bëjmë një ndryshim, koka tona dhe zemra tona, pa dyshim se edhe të këqijat do të evitohen, do të largohen. Po nëse na nuk bëjmë asnjë ndryshim, po nëse ne nuk tregojmë fare sukses dhe ndryshim jetën tonë, mendimet tona, sjelljet tona,
atëherë këto mesazhet natyrore përsëriten me qëllim që kthehet populli në rrugë Zotit xhaleshanuhu. Ajetet kuranore në radhë të parë që duhet na të besojmë thellë dhe pa dyshim. Allahu thot: Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Dhe kur flasim krijuesi i çdo gjëje që ekziston në këtë univers, në këtë natyrë, këtë gjithësi, çka shohim dhe çka nuk shohim, ta keni me dije që këto krijesa, ky univers nuk është krijuar dhe nuk është gjetë rastësisht. Siç flasin mendimet dhe teoritë ndryshme shkencore, laike, ateiste, sekulariste. Po këtu është një krijues i madh, dhe se ai krijues i madh që na besojmë Allahu xhaleshanuhu, ai dirigjon këto krijesa dhe në dorë të tij është komanda e kësaj gjithësie dhe kjo gjithësi, ky univers, ka më funksionu deri në një moment të caktuar. Ai moment i caktuar kur është dhe fundi i atij momentit kur është, vetëm Allahu xhaleshanuhu e din. Do të thotë në rast të parë, obligimi jon është që na të besojmë se i madhi Zot xhaleshanuhu, Allahu xhelle xhelaluhu, është krijuesi ynë dhe krijuesi i natyrës, e i detrave, i oqeaneve, çka ka mbi tokë dhe çka ka nër tokë, çka shohim dhe çka nuk shohim. Këtë planet tokës, këto yje që janë afër nesh dhe ato që janë larg nesh, galaksitë ndryshme që janë me mija yje e planete më të mëdhej se sa toka, Allahu xhaleshanuhu i ka krijuar. Ajete tjera në Kur'an, Allahu na tregon dhe na vën të qartë: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allahu është ai i cili ka krijuar 7 palë si jej. Wa min al-ardi mithlahun. Po edhe nga toka 7 palë toka. Këto tash në aspektin gjeologjik nuk po dëshiroj me hi, po edhe nuk jemi na do të ekspert aspektin gjeologjik për me komentua këtë çështje si janë, mirë, po është vërtetuar edhe me shkencë, se thotë që edhe llojet e dhëut janë 7 lloje të dhëut, apo 7 palë toka të ndryshme, derisa të arrijmë do të thotë në thellësinë e brendisë së tokës, janë 7 lloje. Këtë ka vërtetuar dhe shkenca. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an përsëri na flet se ka pas popull të hershëm para nesh, para zbritjes së Kur'anit, do të thotë para edhe popujve të Mekës që në atë kohë e kanë përjetuar zbritjen e Kur'anit, që këto fenomene natyrore janë përsëritur edhe të ata. Do me thonë, nuk është kjo diçka e re që sot na po e shohim. Nuk është diçka e re absolutisht. Po kjo është një fenomen, një proces i cili është përsëritur edhe kohë më herët, do të thotë me gjenerata tjera. Ato gjeneratat e hershme që kanë luftuar Perëndin, Allahun, Zotin xhaleshanuhu, e kanë refuzuar udhëzimin e Zotit, i kanë luftuar pejgambert, njerëz të Allahu xhaleshanuhu që kanë dërguar për udhëzim, i kanë luftuar pejgambert, i kanë mbyt pejgambert, si dënim për ata, sipas Kur'anit, ka qenë që ata të eliminohen nga fytyra e tokës, të shkatrohen, të vdesin. Allahu në Kur'an shumë herë thotë, e sidomos në suratu El-Ankabut, ajeti numër 40,
Thot Allahu fe kullen akhadhna bi dhanbih. Të gjitha ata gjeneratat e hershme që kanë kaluar para nesh dhe para Muhamedit alayhi salatu wassalam, i kemi dënu sipas mëkatit dhe gjunahit që e kanë bërë. E çfarë gjuna kanë bërë apo me çfarë dënimesh ja Allah i ke dënu të ata? فمنهم من أخذته فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. Një gjenerat për tyre, një popull, atyre ju kemi dërgu guraleca nga qielli, jo breshësh, se dhe bresha ka formën e guralecit, është i fortë, i dhimbshëm, po ata guraleca hasiba, guraleca të vegjël, ju ka dërgu për mi dhe i ka çfaru ata i ka mbyt. Wa minhum man akhadathu sayha. Një lloj tjetër, sipas krimeve që i kanë bërë gjunave, Allahu xhaleshanuhu me një ushtim të madhe, britm të madhe, sikurse ushtima e bubullimës çka është, për bota e krisja, për plasja e madhe mes rreve, të gjithë e kemi atë frikë, me atë ushtim të madhe, ja u ka pëlqit edhe të imponet e veshve dhe të gjithë kanë vdekur, me njëherë, automatikisht. Ky është lloji i dënimit numër 2. Lloji i dënimit numër 3, wa minhum man khasafna bihi al-ard. Prej tyre kemi pas që e kemi shem tokën. Në fjalë tjera, toka është shafiti, thajmë na, apo është, do të thotë, automatikisht me njëherë kara. O hum, do të thotë, një fshat o hum përsisht. U zhduk nga faqja dhe jo. Edhe sot asaj dite kemi video të ndryshme në internet, mundi me i edhe me pa, kur pa pritmas rruga, autostrada, rruga në qytet, lisat, anijet, plus edhe vende ndryshme, pa pritmas me njëherë humbët, sharon. E lloj dënimi Allahu xhaleshanuhu ka thua atyre popujve që i ka humb njëherë për gjithmonë tërësisht atë gjenerat, ka çfarua, ka qenë edhe ky lloj numër 3. Wa minhum man aghraqna. Po prej tyre kemi pas edhe gjenerata që i kemi fundos me ujë, të cilët nuk janë nështruar urdhnit Zotit xhaleshanuhu, janë fundos me ujë, me vërshimat e ujit, po sikurse populli i Hazreti Nuhit alayhis salam, e popujt e hershëm si populli i Adit dhe Fisit, po populli i Fisit Thamud, ku ka është dërguar Hazreti Salihi, popujt e hershëm, do thotë të Lutit, pejgamberit Lut alayhis salam, që ai popull është marrë me krime të ndryshme, të homoseksuale, e kanë luftuar natyrën Allahu xhaleshanuhu, e kanë luftuar natyrën e pastër, kanë qenë kundër, do thotë, një jetese të pastër, e Allahu xhaleshanuhu i ka shkatruar ata. Do të thotë, këto fenomene që ka po i shohim na disa prej tyre tani, janë përsërit gjatë historisë. Apo përsëritën, a është e mundur që të përsëritën tani përsërit? Po. Jemi dëshmitar të kësaj kohë, që mos flasim për fatkeqësinë e popullit japonez me tsunami, e popullit indonezian atje larg, ato vise ku janë afër oqeaneve, oqeanin kinez, po të Aziz Juglindore, vërshimet e shumta në Amerikë, ato tornedot, erërat e rrepta të fuqishme, breshëri i madh, shkatrimi i bujqësisë dhe do të thotë i temeve dhe perimeve, e shtëpive, e pullazeve, do të thotë tërësisht krejt me madhninë e Allahu xhaleshanuhu, çdo gjë është shkatruar. Bile këtë hyrje Allahu na përmend edhe raste tjera më të dhimbshme vëllazër. Allahu na ruaj. Raste tjera më të dhimbshme, erëra të forta, stuhi të fortë, sakharaha alehim 7 lejal, 7 net,
wa thamaniyata ayamin, dhe 8 ditë husuma pak put hiç. Fatara al-qawma fiha sar'a, edhe populli i Adit dhe i Thamudit, fisëve të hershme që kanë qenë në Gadishullin arabik, erra non-stop të pashkëputura, ka ejtë populli do të thotë kanë ngel sikur sa ata cungat, i mbosit cungu apo si po trungu i hurmës. Ata hurmat kush e ka parasysh e kanë trungun e madh të gjatë, dhe ku të prehet, ku të shohën tokë pjesë e dronit, çashtu dhe xhenazet e popujve njerëzve kanë mbet nga dënimi i Rabbi Allahu xhaleshanu. Dhe thot, këta gjanat, na si musliman, duhet me besu fuqimisht që jenë dorë Zotit xhaleshanuhu. Jenë dorë të Allahu xhaleshanuhu, dhe këtu është vetëm një çështje pjesë e sekondit. Kun feyekun. Kur don Allahu me dënu një popull, me dënu një popull, një gjenerat, një qytet, një fshat, një shtet, është pyetje vetëm kun bëhu. Mes kafit edhe nunit, mes këjes edhe nunit, aty është me njëherë dhe të thot ekzekutimi i fjalës e Allahu xhaleshanu. Na besojmë kështu. Dhe i thrast të tjerë të apeloj të gjithë ata cilët kanë trunë të shëndosh, mos ta luftojnë Allahun xhaleshanu haptazi, mos ta luftojnë fenë e Zotit xhaleshanu haptazi Kur'anin, mos ta kritikojnë, mos e ke pejgambert, mos i qortojnë dhe mos i etiketojnë, dhe të ndalen nga krimet e tyre dhe mëkatet e tyre, gjunat e tyre, se një prej shkaqeve të mëdha që ndikon në prishjen e ligjit të natyrës, që është normale bëhet jo normale, është kur shtohen edhe gjunahet edhe mëkatet. E Allahu xhaleshanuhu ka dërguar disa lloje do të thotë qortimesh. Qortime ata cilët kanë mend dhe logjik me Kur'an, lexoni, përmirësoni veten. Po është një grup njerëzish, një grup gjenerate, një kategori njerëzish, që ata nuk e përdorin trunin. Din me lexu, po nuk lexojnë. Nuk dojnë më përmirësua, e atyre Allahu xhaleshanu u çon mesazh lloj tjetër. U çon mesazhe tjera që ata do thotë nuk kanë mundësi që ka me bë dhe janë të paaft. Prandaj, nëse ai nuk përmirësohet dhe nuk merr mësim në mënyrë paqësore, normal, prej Kuranit dhe prej ajeteve të Kuranit, prej haditheve të pejgamberit alayhis salam, nuk rregullohet, nuk përmirësohet dhe bëhet kryeneç, ndëgjon do të kokën e tij, shejtanin e tij, epshin e tij, dhe ashtu vazhdon, atëherë Allahu xhaleshanuhu si njeri ja çon një mesazh lloj tjetër. Një lloj fatkeqësie, ndoshta kjo fatkeqësie bëhet shkaktare, kjo fatkeqësi bëhet shkaktare që ai të ndalet nga krimi, të ndalet nga gabimi, të ndalet nga gjunahi dhe ta fillojë një jetë të re. Allahu xhaleshanu në Kur'an çka po thot në këtë kontekst? Wala nabluwannakum, do t'ju sprovojmë ne juve, do t'ju sprovojmë. Dhe jeta është plot sprova, vëllezër. Allahu na ndihmoft neve dhe juve. Wala nabluwannakum, do t'ju sprovojmë juve. Bishej, diçka nga friga. Jo do të thotë mja ulshu frigën e madhe zemra tuaja, po pak nga friga. Ajo friga që e patëm në zemra tona, ma mirë mundemi na me kuptua kohën e luftës Kosovës dhe okupatorit sërb para 20 viteve, që ato mujt që erdhen dhe i pushtuan vendet tona, trojet tona, e i dëgjën fshatra tona, mbytën njerëz tanë, pa fajshëm, nana tona, motra tona, vëllezërit tanë. Aty një lloj frige e kanë zemrat tona që pak Allahu xhaleshanu e kalshuat frigën me na friguar. Jo krejtësisht, sikurse ka raste tjera në gjatë historisë, kur vjen okupatorit do thotë edhe bën kërdhi dhe masakër. Tërësisht e shkatron dhe mbyt një popull. Tërësisht vjek, tërësisht çfaros,
E na e patëm. Allah po do t'ju sprovojmë diçka po të. Në el khauf, nga friga dhe humbja e sigurisë dhe e qetësisë. Min el khauf wal ju'. Po diçka tjetër që do t'ju sprovojmë është edhe uria, fukaralloku. Kriza ekonomike. Po, gjendja financiare e rëndë e popullit. Do t'ju sprovojmë ka pak Allah, po shej. Po shumë interesant të gjuhën dhe sintaksin e gjuhës arabe, të më analizu këtë konstrukt të këtij ajeti. Bishej min el khawf. Po lejse kullu el khawf, jo friga e plot, po diçka. Wal ju'i, dhe uri, dhe gjendje të rëndë ekonomike dhe financiare. O naqsin min el amwal, të paksim të pasurisë, po të bereqetit, të arave, të paksim, reduktim, të bujqësisë ato, perimet nuk bën si duhet. Gjithmonë jemi të obliguar që të importojmë nga jashtë. Wal anfus, po edhe do t'ju sprovojmë edhe me vdekje. Do t'i vdesim disa njerëz. Do t'ja marrim shpirtin me fjalë tjera, me fatkeqësinë të ndryshme, me tërmete, e me vërshime, e me stuhi, e me sëmundje, e me luftëra, e me gjenocid, e me armë kimike, e me bombardime, thuj që ka dush. Kërejt këto ajete, që ka po i fletë Korani, dhe që ka po i tregojmë na, ta një jem dëshmitar na të kësaj kohë. Akoma po vazhdon bombardimi i të pafajshmive atje në Siri, nga regjimi Asadit, regjimit, çka dushtoj, veç mos njerëzore dhe fetar, çka dushtoj tjetër, a dush komunist, a ateist, a çfaroses, çka dushtoj, çdo gjallin, ju apo u ala këta, veç mos të është regjim njerëzor, sa është njerëzor, që me armë kimike, e me helme kimike, e me armë të thot, çka janë weapons of mass destruction të gjuhën angleze, po eslihat e dëmarë shami, li thënë arabisht, armë dhe të shkatrimit masiv. Këtë këtë dënime. E këta çka po i shohim këto, prishje të ligjeve të natyrës, o vëllezër të ndershëm, këta bëhen si shkak i devijimit nga rruga e drejtë, shkak i devijimit nga rruga e Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ndjekje e rrugës së çorroditur, e epsheve, njerëz të padijshëm, njerëz të pamoralshëm, korruptuar në çdo aspekt, largohen nga rruga e drejtë dhe ndjekin rrugën e shtrembër, dalal, humbje. Ka janë këta shkaqe sipas Kuranit që ndikojnë në prishjen e ligjeve të natyrës. Se normal, natyra ka harmoni. Dielli i le në kohë të caktuar, perëndon në kohë të caktuar. 4 stinët e vitit vinë në kohë të caktuar. Të gjithë kënaqemi me ato stinët e vitit. Deti si deti është krijuar për me shiju të mirat e saj, krijesa që e ka kriju Allahu në deti, e nën deti, peshqit, e llojet e peshqive, e margaritar të ndryshëm, e ingjit të ndryshëm, e thesare të ndryshme që sot akoma janë duke zbuluar do thot në thellësitë e oqeaneve. Lundrime, transporti që po bëhen mes detrave dhe kontinenteve. Sa e ka lehtësuar Allahu xhaleshanu, do thotë e ka shkurtuar rrugën mes do thotë detrave që është përdorur, që Kurani përmend me të madhe. Wasakhkhara lakumul bahra. E ka nështruar detin për juve, li tajri al-fulku fihi bi amri, që me hes ato anije gjigante të mëdha, të thotë urdhën Zotit xhaleshanu. Më urdhën, mos harroni që rëndaloni, edhe deti si deti, edhe valët e detit, qetësimi i detit, deti kur është i qetë, valët e qeta është forma më e mirë dhe më e përshtatshme për udhëtim dhe për lundrim dhe për çdo gjë. Po kur ngritën valët të ndryshme, të rrezikshme, vdekje prurëse, valë që janë të larta,
aty do të ndodhen edhe fundosje të anijeve, fundosje të njerëzve, të udhëtarëve, që kemi rastin e Titanikut, e tjera do të thotë fatkeqësi. Me këta, përsëri po ua kujtoj, edhe deti, edhe oqeanet, edhe kjo pjesë e gjithësisë, dorë të kujt që nga, dorë të Allahu xhaleshon. Bile, Kurani flet për pagant e Mekës, popull problematik, popull shumë problematik, shumë më komplekse. Mirë, po kur e kanë pas zorin, kur e kanë pas vështirësinë, kur kanë lundruar mbi det më anije, kur i ngrit valët e detit, që ta pagant, la ilaha illallah, me njëherë kanë dëshmu se s'ka zot tjetër vetëm se një. O Zot më pështo, o Zot më sa merr shpirtin, o Zot në mundësa që dalin dhe i mbregdet. Fe idha rakibu fil fulki, Allah si e përshkruan këtë radhë. Da'u Allah mukhlisina lahu din. I kanë lutë Allah xhaleshanu sinqert, në mënyrë sinqert. Lein anjaytuna min hadhihi, o Zot më na shpëtoi neve ti ta këto valë të rrezikshme, lanakunanna min ash-shakirin. Do të jemi na prej falëndëruesve të mëdhenj. Falamma najahum ila al-barri, kur Allah i qet ata në bregdet, dalën valë, pushojnë, atër përsëri dhahum, kthehen, ju shrikun, po, kthehen dhe bojnë shirk Allahu xhaleshanu, kthehen mëkatet e. Prandaj, edhe populli jonë, o vëllezër të ndershëm, dhe çdo popull ku i godet ky tërmet, kjo dridhje, këta janë sipas Kuranit shkak numër 1 i veprave të këqija, gjunahave dhe degradim i popullit në aspektin moral, aspektin njerëzor, fetar. Populli është korruptuar në çdo aspekt. Populli është korruptuar moralisht, akademikisht, fetarisht, politikisht, ekonomikisht, shkencërisht. E Allahu xhaleshanuhu me madhinë e tij i çon këto mesazhe, i çon këto fatkeqësi në mënyrë që pak populli mund nalë më thë, ej nalë se ka Zot. Ej nalë nëse ka Zot të madh, se mund me në qytetime akoma më të vështira dhe më të rënda. Besoj që edhe ju pajtoheni. Kemi ardhur në këtë nivel të korrupsioneve të ndryshme që i përmenda. Popujt tanë, trojet tona, dhe anën banë botës. A jemi krejt rregull ashtu si don Allahu xhaleshanu, si don pejgamberi alayhis salam? A jemi duke luftuar korrupsionin me gjitha llojet e tij? A jemi të pastër në çdo aspekt? A jemi të denjë dhe sinqert në çdo aspekt? Unë nuk besoj. Me përjashtimet vogla, po, ka aty. Nuk bën me generalizua në mënyrë generale, ka përjashtime. Mirë, për shumica, masa ma madhe, populli është sëmur, psikikisht jenë helmuar, kokat e tyre, zemrat e tyre, morali e tyre, çdo gjë është prish, e besoni nuk po kem as forcë, as mundim se si me rregulluar dhe se si me udhëzuar. Me gjitha ato ligje që janë, me gjitha ato rregullore që janë, për mirëmbajtjen e qetësisë dhe të rregullit dhe të rendit shoqëror, me gjitha ato interesime, mirë po përsëri populli dhe rinia vazhdojnë në rrugë të keqe, në huner, vazhdojnë do të thotë në moral të keq, vazhdojnë në vjedhje, vazhdojnë në mbytje, vazhdojnë në droga, vazhdojnë në trafikim të njerëzve, vazhdojnë në mos respektin e prindërve, mos respektin e atyre që kanë më të moshuar, vazhdojnë do të thotë mos respektin gratë, si respektojnë burrat, rebelon ndaj burrave, po dhe burrat anë sjellë të ndonjëherë rebelon ndaj grave ato që kanë të sinqerta, që kanë të mençme, fëmijët edhe ata rebelon ndaj prindërve. Të gjithë vetmohen me telefona dhe me programe dhe me filma të ndryshme,
që Allahu nuk është razi me ato seria, me ato drama, me ato filma. Krimi është ka zhvillohet me të madhe, vjedhja, mbytja, sulmet, thyerja bankave, keqpërdorimi i mallit përgjithshëm, pasurisë së përgjithshme, vetvrasja. E këta janë shenja të zeza, këta janë kronike zezë që po i shohim nëpër media, nëpër lajme, o vëllezër të ndershëm. Domethënë, neve nuk po ndikon as ligji, po as edhe vetdia e ult e jon, as friga Allahu xhaleshanu, as sistemi përgjithësi, çka po jetojmë në atë shtet, po në atë vend, nuk po ndikon në përmirësimin e gjendjes tonë, la morale, as gjendjes, domethënë gjendjes morales po ndikon ky sistem të përmirësuar, as gjendjes psiqike apo ideologjike, as gjendjes ekonomike dhe politike. Ta fjalë që po i flas edhe këtu në Arabi, edhe këtu do të thotë nuk është më mirë se sa atje tani. Me pak dallime. Edhe klina nuk është më mirë, o vëllezër të ndershëm. Edhe për çfarë arsye edhe këtu janë kallë dhe po kallën dhe po digjen këto shtete me luftëra e me konspirime të ndryshme, e me plane të ndryshme të fuqive të mëdha të durve, të zeza, edhe këtu po bëhet krimi i madh. Shkaku i këtyre veprave të dyta, të këqija. Prandaj Kurani kështu e tregon. Natyra ka harmoni, funksionon, është krijuar për me shërbyer njeriu. Dhe Allah e përmend në Kur'an që kjo harmoni, kjo bukuri e natyrës, kjo gjithësi e bukur, këto krijesa të bukura, këto çka i përmendëm, këto male, këto pyje, këto ujra, këto ujvare, do thotë, burime, funksionojnë deri në kohë të caktuar. Ajo kohë caktuar, çka Kurani i thotë, dita kiametit, dita shkatrimit, katastrofal, krejt bota, këta janë përmende që këto ligje do të prishen, dhe kjo harmoni e natyrës ka një kufi, do të ka një afat. Kurani edhe për këto flet. Mirë, po kur flet për këta, kjo është më fundi i botës. Kjo është më fundi, nuk kam. Idha as-sama'u fatarat. Kujtoj o Muhammed popullit tënd, ku do vjen ai momenti kur qielli do të qahet. Si vetëm i Zotit. Wa idha al-kawakibu intatharat. Edhe kur planetet do të shkapërderdhen, do të përzihen, nuk ka renditje. Nuk është ai sistemi diellor, ai zbukurim që sillen mirë mes vetë, do të thotë nuk ka ndeshje, nuk ka eksplodime. Po, wa idha al-kawakibu intatharat. Wa idha al-biharu fujjirat. Kujtoja popullit tonë që do të vjen momenti edhe detrat, ka fundi oqeaneve dhe detrave, do të eksplodojnë me zjarr. Do të eksplodojnë. Edhe sot asaj dite, dëshmon shkenca, bujrun, urdhëroni dhe shikoni dokumentarët në Discovery Channel, How Science Works, ojnë disa që kanale shumë informative dhe dokumentare shkencore, se si shkenca punon, se si how the universe works, se si universi punon, ketjen du të shmu, edhe jo besimtar, që edhe tani fund të detrave, janë do të thotë është zjarë, toka në ndece, është zjarë dhe ka raste tani me video të incizuara flak. Mirë, por nuk ka ardha i momenti i fundit akoma, që të eksplodoj tërë oqeani, të prishet mo, krejt rregulli, të shkatrohet, krejt të ligje të kësaj natyre, të kësaj gjithësie. Kurani ka përmend këta, domethënë, do të shkatrohet qielli, do të shkatrohen planetet, do të eksplodojnë detrat, do të përzihet edhe dielli, edhe shamsu kuwirat. Të thotë do të luaj dielli nga boshti i vet. E kur luan dielli nga boshti i saj, atëherë çka nën kupton kjo? Që tani dielli është caktuar, si thotë edhe Kurani, la shamsu yanbaghi an tudrika al-qamar.
as dielli nuk e zën hënën gjatë rrotullimit. La shamsu yanbaghi an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar, as nata nuk e zën natën ditën tjetër. Wa kullun fi falakin yasbahun. Të gjithë sillen atë boshtin e tyre që u ka caktuar Perëndia, ila ajalin musamma, me një kohë caktuar. E kur është kjo kohë, pagante Mekës, ata njerëz problem, po dhe problemat e kohës sotit, kur është ajo kohë, kur është ajo dita e Kiametit, yes'alunaka anis sa'a, po të pyesin kur janë ai momenti i shkatrimit të kësaj jete të dridhjes e të tërmeteve të ndryshme. Yes'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, kur do të ndodh. Thuju atyre Muhammed, fima anta min dhikraha, po thotë. Kjo punë nuk për këtë atyre, po që ardhja jote, o Muhammed, ardhja jote si pejgamber është prej shenjave që është afruar. Që 1400 vite kanë shkuar nga ardhja e pejgamberit alayhis salam, po edhe ne zot e dim sa afër jemi që çdo moment mund të ndodh kjo, do thotë ky shkatrim global i kësaj gjësie, të gjithë me vdekje dhe me u bë Kiameti. Po janë disa shenja para Kiametit, para shkatrimit, e ato shenja të vogla dhe të mesme që ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam, ka paralajmëruar që shkeret, kur shfaqet harami, alkoholi, thehen ligjet e Allahu xhalla shanuhu, bjen niveli moralit, burri bëhet si grua, gruaja bëhet si burr, prishet të thot korrupsioni në tregti, korrupsioni në çdo fush përhapet, atëherë këta janë do thotë ato shenjat e mesme që Kiameti edhe shkatrimi është afër, e na kanë mbetë edhe disa shenja të mëdha pak, që nëse ndodhen edhe ata më nuk ka, sikurse lindja dhe e di edhe nga perëndimi, që më ndrua Allahu sistemin e lindjes. Jo me dal me lindjelli ka lindja, po e ndron boshtin toksor dhe gjithësisht dhe min, atëherë mo. Krejt me këto fjalë, o vëllezër të ndershëm, që Kurani neve në ka komentuar, në ka shpallë sa ajetet kuranore, krejt të ngërthejnë vete mesazhe për kënd, për popullin. Për popullin. Pagant e Mekës, ata problem të Mekës, mushrikt, i kanë kërku pejgamberit alayhis salam fakte sipas tyre që pejgamberi nuk mundet me i prua ato fakte. I kanë thonë se je pejgamber i vërtet i dërguar nga Allahu xhalla shanuhu, këta malet, këta do të bjeshkt e Mekës, malet e Mekës, shkëmbint, kush ka shku në Mekë, edhe Mekë është për plot shkëmbim, këtë do thotë malet thata, këtë gurzi, këtë do thotë, e kanë kërku nga pejgamberi alayhis salam, ka të tinë si e pejgamberi vërtet, hajde, Zoti yt, në të na qet ujë nga këto shkëmbim, nga këto do thotë nga shkëmbim, nga shkrepat e shkëmbive, thatë, në të na qet ujë. Ose nëse jeti pejgamberi vërtet, Mekja është krejt e thatë, qytetir, hajde le të bëhet e gjelbërt, me bereqet dhe me hurma dhe me ujë të ftoftë. Allahu xhalla shanu çka ka thonë në Kur'an? Ka ditë Allahu xhalla shanu din kokën, niyetin. Po, njeriu ka thonë wa qalu lan nu'mina laka, ka thonë ata na kurse kemi jetë me të besua, hatta tafjura lana min al-ardhi yanbu'a. Derisa do thot na eksplodon prej tokës, dalin burime të ujit, yanbu'a. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون نعم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب me pas një fush, një arë, një bahqe prej hurmave, prej rushit, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, që lumenjt qarkullojnë mes atyre hardhive të rushit, të hurmave. Ose tusqet as-sama alejna kisafan, hajde, në të na bjen qielli, në të shkatrohet qielli. Ose au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, ku i ato melaqet,
Ku janë ato melaqe që përna flet, ti janë melaqet e Zotit, melaqet e shiut, engju që janë në përgjithësi për kontrollimin e maleve, e shiut, e jetës njeriut, e tjera. Ku janë ata? Këto lloj pyetjesh, të thotë sprovime, pyetje provokuese. Allahu xhaleshan çka ka thënë? O ma mana'na an nursila bil ayat illa an kadhaba biha al-awwalun. Wallahi, si kemi përgjigj ftesave të tyre, nuk ju kemi përgjigj ftesave të tyre, se qështu gjeneratat e hershme që i përmendën fillim ligjëratës kanë kërkuar e pastaj s'kan besu. Ti kur kërkon diçka dhe e provokon pejgamberin e Zotit, edhe Allahun xhaleshanu, pastaj të realizohet ajo dëshirë, e ti pastaj nuk beson, nuk rregullohesh, atëherë pritesh shkatrimin. Pritet dënimin. E po thot, o pejgamber, nëse ju përgjigjem atyre, sepse po të kishim dërgu, po të kishim realizu këtë dëshirat atyre, e ta kishim mo mekën të gjelbër, do të thot, e ujrat të ndryshme, e që po kërkojnë ata, po, krejt, ata s'kishin për të besu. Po të mos besonin, na ata do t'i shkatronin. Po na nuk përdojmë ata mi shkatru, se të kemi dërgu ty o Muhammed, mi qërtu ata, dhe ti e pejgamber i fundit, dhe se del dikush prej tyre, prej nga loza tyre, që do të beson, dhe do të vazhdon besimi dhe thirrja e jotën në fytyrë tokës. Prandaj edhe komunistët, edhe ateistat, edhe sekularistat, edhe ata që janë pa fe, ju lutem, mos u tallni me fe, mos u tallni me Allahun xhaleshanu, mos u tallni me parimet fetare dhe ktheuni te Zoti, mjaft më pa Zot. Mjaft më ajo jeta liberale, mjaft më ajo jeta marksiste, leniniste. Ju lutem, mjaft më. Bone ty me istihar, sa s'keni dek, sa se keni pa e gjelin, se i kemi bon 50, 60, 70 vite, që ka jeni ka prit në mo. A për dini që kemi hin list më, vetëm për presim thirrjen për Allahu xhaleshanu, çdo moment. Dhe ka njerë thirrja nga Allahu xhaleshanu, ata SMS-at nga Allahu nuk në vin, ashtu me rënd, si jemi vitet ata që ka janë vitet 70, pastaj 69, pastaj 68, pastaj 67, jo, ka njerë vin thirrjet 70, 50, 40, 30, e këtu janë mënyrë zigzake. Po tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, bëni taubat e Allahut, largohuni, dhe ndryshoni veten, largohuni nga të këqijat, edhe ata që ka janë pari, edhe ata që ka janë qeveri, edhe ata e njerëz, edhe ata vdesin. Ata nuk kanë mundësi, o vëllezër, ndeshëm, mos harroni, nuk kanë mundësi me ju kundërvuj në natyrës. Nuk kanë mundësi me sfidu natyrën dhe fuqinë e Allahu xhaleshanu, tërmetin, e tsunamin, e vërshimet. Shtetet më të forta, Pakistan, e Turki, e Amerike, dhe Iran, e që kemi përjetu tërmetet, si ndodh tërmeti, nuk jenë gjendje me ofru ndihma maksimale popullet të tyre, me njerë dërhyn shtetet tjera me që ndihma. Por nuk kanë krevate që popullet nëse dënë me fjet jashtë. Dridhja është e fortë, sikur se që shka ndodh 7.5 në Japoni, apo 8 diçka, apo si të natash, Allah i në moftë atyre cilë dhe thot, jenë godit me këtë dridhje. Por nuk kanë as kravatet mjaftueshme, po as shatorat mjaftueshme, po as mbuloj, tash, dimën, ftoft, me njëherë asistenca dhe ndihma e Kombeve të Bashkuara. E shteti si shtet, çfarë shteti është? Kur s'ka mundësi mi ofru, do të ndihmat elementare në popullit në rast të emergjence. A përshini do të edhe si shtet individual, si shteti vetëm, a për tërsi nuk kemi çka i bëjmë para madhnisë Allahu xhaleshanu. Prandaj mos ta luftojmë Zotin xhaleshanu. Mos ta luftojmë Kur'anin. Mos ta luftojmë atë idenë e terrorizmit apo terroristave që dikush vëjeton me këta ëndra e me këta gjana dyqysh, ndërsa vetë është ai problemi më i madh, ai terroristi më i madh që mbyt edhe shkatron, e kënena po don me luftua dikant tjetër. Prandaj Kurani edhe njerë të do marrë në përfundim si ka treguar që kjo gjësi është krijesë e Allahut, këtu ka harmoni për të mirën e njerit,
për kënaqësitë e kësaj jete, do thotë çka janë të lejuar dhe halal për të mirë të njeriut, përgjithësi. Ka dallim ngjyre feje rase, në ato momente kur njeriu rebelohet ndaj krijuesit të tij, rebelohet ndaj Allahu xhaleshanuhu, atëherë kjo natyrë, kjo gjithësi del nga rregulli. Mos t'i japim në komente marksiste, leniniste, ateiste, jo do të ndodhin këta shkaku i pllakave që kanë nën toksore, jo ata çdo herë në 10 vite apo 20 vite lëvizin ka 1 mm, 2 mm. Këta janë komente shkencore, po pyetja shtrohet tani, kush pe jep aturdhën për me lëviz? Kush pe jep aturdhën që deti mu lëkund boshti detit, oqeanit, dhe vark me dal nga deti dhe me shkatrua një qytet e disa qytete? Pyetja këtu është, kush pe jep aturdhën? Kul, Allah po thot në Kur'an, kul men biyadihi malakutu kulli shay. Kush ka ndorë çdo gjë këtë gjithësi? Kush e ka ndorë këtë krijesë? Kulillah, përgjigjja thuaj Allah. Allah e ka ndorë këtë. Atë pse po ngënjeni? Pse po luftoni Allahun xhaleshanu? Kul man rabbus samawati sab'a. Kush është Zoti i 7 qiejve? Kush? A shkenca? A superfuqitë më dhan? Apo Allahu xhaleshanu tile ka kriju? Kulillahu khaliqu kulli shay. Allah është krijuesi çdo gjëje. O popull, o millet. O intelektual, kime dek. Wallahi kime dek, ti me gjatë vëgjën. Mua, e çdo kush ka në këtë tokë, kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Na duhet mu mundu dhe maksimum për të mirën e shtetit, për vlerat e moralit, për konstruktimin e shtetit, çdo aspekt, për një jetë të mirë, një jetë të qetë, një paqe, si folëm edhe ligjëratat e javës së kaluar, mirë për një jetë në kohë, mos ta luftojmë edhe Allahun, Zotin xhaleshanu, mos ta luftojmë fejen, se feja kurse prish njeriu. Ai njeri që s'ka fe, ai s'ka dhe adhej. Ai njeri që s'ka fe e moral, po ai s'ka dhe vatan edhe s'ka iman. Ai të shket për 5 pare, kështu kanë folë dhe dietar dhe ulemat e hershëm, troje tona ballkanike, si Hafiz Ali Korça, si Hafiz Ibrahim Dalliu, si Haxhi Sherifi, e si Haxhi Bebi Dibra Agolli, e tjera tjera. Feja se prish njeriun. Feja nuk e prish njeriun. E tema e sondit ka qenë, janë ato mendimet ekstreme dhe ekstremiste që ka qenë sonde tema me fol, mirë për shkaku i këtij rastit me moderatorin dhe me këshilltarët e programit, po në plom të kushmi që ta ndrojmë. Ata ekstremistat, ata e prishin fen. Ata personat që luftojnë për interesat e tyre personale, ata e prishin fen dhe folën emën fesë. A fjala e Allahut, Kur'ani, fjala e pejgamberit alayhis salam, tu nuk ka të keqe kur gjon popull. Ka solidariteti. Hajde tash pyetja po vjen. Un apeloj të krejt musliman, të krejt shqiptar, të krejt popujt të Ballkanit, musliman dhe jo musliman, ta zgjatin dorën e solidaritetit. Do të gjithë së bashku t'i ndihmojmë atyre tash që ka nevojë për ndihmë atje dhe mos presim apele zyrtare. Po më njëherë të gjithë bëhemi një grusht dhe si një popull, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, besimtar për dashuritë që kanë mes veti dhe vllaznëllëk që kanë mes veti janë si një trup. Kur një gjymtyr ankon nga i trupi, të gjithë trupi shqetësohet. Tash ata vëllezërit që janë godit të ujrat e vërshimet e shpeshta në Shqipëri, vjet e par vjet, e si vjet tërmetet e shpeshta, po edhe në Kosovë, unë kam frikë, shumë kam frikë nëse nuk rregullohemi, nëse nuk përmirësohemi, do të na kaplon diçka ala më e madhe, runa Zot, atëherë do të hekim shumë, atëherë nuk do të mundemi edhe me dal nga kriza, edhe atëherë do të jetë vonë. E para se të vonohemi edhe një herë të kthehemi dhe të bëjmë një shpërlarje, do thotë të trunit nga mendimet e këqija, dhe të bëjmë një ndriçim, një ristartim të mendimeve, një kurdisje të mendimeve dhe ndjenjave, dhe të kthehemi te Allahu xhaleshanuhu me përmirësime, prej më të madhit deri te më i vogli. Prej nga më i dijshmi deri te më po çka është normal që s'është i ditur pa shkollë. Prej qeveritarit edhe te populli i thjesht. Prej hoxhe e profesor doktorit deri te xhamatliu apo student. Të gjithë duhet me bë përmirësim dhe taubat e Allahu xhaleshanuhu. Të gjithë
me bë ndryshim radikal trunin e tij, sjelljet e tij, moralin e tij, mendimet e tij dhe mu qu të thot për një jetë pozitive dhe një jetë aktive sa të jemi gjallë. Po mbaroj me që kaq që u bëni orë me këtë ligjerat që pata qëllimin ti freskoj zemrat e atyre dhe t'u jap gajret atyre cilëve i ka godit kjo fatkeqësi. Po Allahu ju dhash sabër, Allahu ju xhenet të vdekurit, Allahu xheleshanu na mundsof që na të angjesim të zgjatëm dorën e solidaritetit dhe ndihmës. Allahu na ndihmoft, Allahu na ruajt nga më e keqja, Allahu na largoft të gjitha dënimet, çka i dim dhe çka nuk i dim. Me që ka po përfundoj, kam çka të flitet akoma. Ju falenderoj për ndëgjimin dhe respektin. Dhe inshallah jemi edhe emisione tjera me izin të Allahu xhaleshanu. Assalamu alaikum rahmetullah. Aleikum selam. Falenderoj shumë për këto ligjëra të sonte dhe sigurisht siç e cekët edhe ju, domethënë sot për shkak të ngjarjeve kemi dalë pak në këtë temë për ta trajtuar dhe me shpresë që të jetë e dobishme për të gjithë ata që na ndoqën dhe që janë duke na ndjekur akoma. Edhe të lexojmë disa nga pyetjet që kanë ardhur nga dëgjuesit dhe do të vim gradualisht pas pyetjeve në mbyllje të transmetimit. Pyetja e parë thotë përshëndetje për juve dhe për të gjithë që po na ndjekin në këto çaste. Deshta të di se a mund të konsiderohet kjo edhe si dënim për shkak të veprimeve të popullit e jo vetëm si fatkeqësi natyrore e cila mund të vijë për shkaqe të cilat i shpjegojnë shkencëtarët edhe ata që e ndjekin seizmologjin? Po, sipas mendimit tim, edhe sipas Kuranit që tani që i komentova në disa ajete që ju referova, për mu dënimo. Komentimi fetar, apo si me thonë, përshtypja ime, impresionet e mia, do thotë, o diçka keq me mu, o diçka keq me kolegun tim, me shtetin tim, me popullin tim, dhe kështu komentojmë. Normal, ata shkencëtarë kanë vështrimi, ka priza, domethënë, shkencore, ata japin komente tjera. I falenderojmë ata. Ndihmojmë ndërgjim tronin ton me ato informata në rregull. Mirë po. Pasi që ti ndëgjojmë ato informata, tronin ton ndriçojmë ato komentime, kështu ndodhe, kështu punohet, kështu besohet, kështu thuhet. Okej, në fund çka? Fund çka? A po të vazhdon ashtu ashtu? Po apo të përsëritet tërmet? Apo të akoma përsëritet? Si folëm herët, na i dëgjojmë, respektojmë dietarët, si jemi kundër dijes, po problemi është na se si për çfarë arsye përdorim dijen. Se si përdorim shkencën. Na falni. Shëndet, po. Ndërkohë një prej dëgjuesve tjetër na shkruan duke na pyetur, thotë, a mund të jetë vonë për të penduar të gjithë ata që mund të kenë bërë gabime dhe rrjedhimisht mund të vijë tragjedi të ndryshme, sikur kjo e sëntmja, nëse mund të konsiderohet kjo si fatkeqësi për shkak të gabimeve tona, apo nuk është asnjëherë vonë për të penduar ata që mund ta ndjejnë veten se kanë të nevojshme? Kur nuk është vonë. Përderisa nuk na kalin dielli nga perëndimi, si flasin hadithet e pejgamberit alayhis salam, kur nuk është vonë. Pyetje shumë e rëndësishme, shumë me vend. Kur nuk është vonë. Apeloj veten time pas që astaghfirullah wa atubu ila Allah. Tobe bëj te Allahu xhaleshanu. Ditën natë dhe pejgamberi alayhis salam ka bë më shumë se 100 herë istighfar në ditë ka bë të tobe, që të gjithë të bëjnë tobe dhe të kthehen te Allahu xhaleshanu. Kur s'është vonë. Kur nuk është vonë, përderisa skandal ata shenjat e mëdha të kiametit, zbritja ardhja e Isës, lindja e diellit nga perëndimi e tjera janë ato 10 shenjat e mëdha, kur nuk është vonë. Prandaj tubu ila Allah. Bëni tobe te Allahu xhaleshanu, të gjithë, i madh dhe i vogël. Si fola më herët, kur nuk është vonë.
Edhe pyetja e fundit për cilën rrjedhimisht u përgjigjet gjatë ligjëratës, por ka ardhur qysh herët dhe pse jo e ndjem të obligueshme që ta lexojmë. Thot, a mund ta shfrytëzojmë edhe këtë medium në këto çaste dhe nga ana juaj si ligjërues i nderuar me ligjëratën tuaj që jam shumë i kënaqur, thot deshta të di, a mund ta shfrytëzojmë këtë medium që t'i bëjmë thirrje të gjithë atyre që kanë mundësi të ndihmojnë të bëjnë të pamundurën që t'ju ndihmojnë atyre të cilët sonte kanë nevojë dhe kanë mbetur ndoshta jashtë shtëpive të tyre. Padysh, këtë medium, edhe mediume tjera, cilët janë sinqert në misionin e tyre, në vizionin e tyre, janë të thashtë, kjo ide është e mirë të ardhëm, edhe thamë përsëri, apeloj, edhe përsëri, dhe më thonë të gjithë ata cilët kanë mundësi, të qeveritarë, të populli, të gjithë në përgjamia, në përqytete, koordinimin, t'i koordinojmë punë mes vetit, ndihmë dhe në mënyrë të bashku kolektive, shkojmë dhe të gjindemi aty në gati, se çka i ka gjetë ata sot atje në Shqipëri, nesër në gjonë dhe neve kështu në përsto. E atër, kime pritë dhe të me gjetë mua runa zot, dikush me ardhë dhe me ta zgjatë dorën dhe me ta dhonë i kafshore bukë, e me ta dhonë një mbules, e me ta dhonë një tesh, apo diçka. Njeri, edhe ti e njeri si korata. Po, edhe ti ki ndjeni, edhe unë kam ndjeni emocione, prandaj, kjo është obligim, fars, mu që, si ki mi folë më herët për solidaritetin shpirtëror dhe solidaritetin material dhe financiar, takimin e parë e kemi në nënvizua dhe kemi theksua këtë çështje që Islami se ka vetëm me fjalë. Te Islami nuk ka vetëm me llafe. Unë musliman i mirë, unë 5 vaklije, unë haxhia, unë çështu. Fjala plus ameli, puna. Besimi plus puna. Teoria plus praktika. Barazi muslimani plot. Po, fjala plus praktika, barazi muslimani plot. E kjo fjalë, kjo praktikë, kjo punë duhet më konë në bazën e shariatit, si kemi folë më herët, në bazën e Koranit, më pranua dhe më bë muslimanit plot. Kështu, ta programet tona, kjo është e komentimi ynë, do të kësisoj, zemra më ndreq për Allah, po në çka bëjmë kone pasër, pa këndështu diçka, po feje në moralin, po aktiviteti, praktika, edhe ekzekutimi, edhe dalja në teren për një herë. Atëherë, kështu dëshmojmë muslimanët. Kështu dëshmojmë që jem na musliman, vërtet, kështu tregojmë se çka është, do të thotë feja islame, çka bën popull. Na jemi gjithë një popull. Një është për gjithë, e gjithë janë për një. Nuk guxon mesin tonë me pas dikush tu vajtrua, tu qajt, e dikush i uritur, e dikush edhe gjahil më konë padishëm, e kemi obligim ato me mësua. Po dikush është i lodhën financiarisht, obligim ato me shëtu, me ndihmu. Po dikush nuk ka shtëpi dhe po llaz mbi kokë, obligime kemi bre, farz dhe kemi bre. Nuk guxon ti më kënaq ai tjetri me qenë gjendje të mjerueshme. Nuk guxon hiç as se rok hiç logjika dhe edhe pusulla dhe besimi musliman, nuk kështu s'ka qenë tradita muslimane. As Kurani nuk thotë kështu. E Allah në ndihmon. Allah në ndihmon edhe ju edhe neve. E inshallah nuk na sprovon Zoti xheleshano me sprova të tjera e me fatkeqësi të tjera. O Zot largoj, o Zot ruaj familjet tona, vëllezërit tanë nga dënimet e ndryshme. O Zot runa nga i dhënimi yt. O Allah i madhnueshëm, kthena rrugën tënde. O Allah, për hatër pejgamberit alayhis salatu wassalam që e don, që është më i miri pejgamberëve, për hatër të Kuranit, e për hatër lutjeve tona sinqerta, largoj të këqijat nga muslimanët, largoj sëmundjet. Ktheje qetësinë dhe rahatin në zemrat tona, familjet tona. Ktheje dashurinë dhe vllazërinë në zemrat tona, vllazër, se edhe vllazëria ka hupë dhe dashuria na ka hupë. Na u kanë ngushtuar zemrat o vllazër të ndershëm. Na u kanë ngushtuar zemrat me gjithë këto, me gjithë këtë bollok që na ka dhënë Allah, me gjithë këtë pasuri që na ka dhënë Allah, na kanë ngushtuar zemrat. Po Zot, përmirësoj muslimanët, ndihmoj. Mundsoj që ata ta ndryshojnë veten, e ti i ndryshon ata pastaj. Se pa ndryshuar ata veten, pak ti nuk i ndryshon. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah se ndryshon gjendjen e një populli pa startuar ata vet. E të bëmi na iniciator për të mirë, e inshallah Allah ka më mirë me izin Zotit xheleshano.
Amin. Ju falenderoj edhe një herë për mirëdëgjem. Inshallah, Allah xhaleshano nuk na çon dënime tjera, populli përmirësohet, musliman përmirësohen. Ndoshta dikush ja shahajrin këtyre fjalëve, Inshallah. të nëse e shohin përnderët në ta lutën mos ta harën bilujeve. Çfarë kemi qelluar te Allahu, çfarë kemi qelluar, janë mendimet tona, Allah i na fal inshallah, atë dëshirë kemi. Amin. Selamun alejkum wa rahmatullahi, përshëndes. Po jelonën ndesën Allahu xhaleshano. Amin. Faleminderit shumë, të përshëndesim edhe ne me selamu aleikum dhe faleminderit që sonte ndave këto porosi të mira me dëgjuesit tanë. Shpresoj që do të takohemi në emisionin e ardhshëm, në javën e ardhshme e deri atëherë inshallah ta kemi shëndetin ju, ne dhe të gjithë dëgjuesit tanë. Amin. Faleminderit. Faleminderit. Amin. Të nderuar miq, dëgjues të dashur të radio dituriaislame.com, kemi qenë të shoqëruar sonte në këtë program të drejtë për drejtë, një program special i realizuar në valët e radios Dituria Islame, po ashtu dhe të gjithë ju që na keni ndjekur dhe vazhdoni akoma të na ndiqni në live stream në Facebook dhe në YouTube. Kemi pasqyruar në kohë reale të gjitha ngjarjet që po ndodhin në Shqipëri në këto momente dhe ato që kanë ndodhur gjatë ditës, do thotë është ndar ekranin në 4 pjesë në të cilat kemi tentuar që sa më shumë në kohë reale të përcjellim të gjitha ngjarjet që po ndodhin atje në Shqipëri. Falenderojmë sigurisht të gjithë ekipet televizive të televizioneve shqiptare të cilat po bëjnë një punë të shkëlqyeshme për të përcjellur sinjal të mirë për të gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tonë e ne këtu do të vime në mbyllje të këtij transmetimi, sigurisht duke ju falenderuar juve që keni qenë me ne duke na dëgjuar deri në këto momente. Juve që keni qenë si pjesë e programit me pyetjet e juaja, edhe ne të gjithë nga studio lutemi që të kaloj kjo gjendje dhe shpresojmë edhe besojmë mendimin e Zotit që të gjithë banorët që sonte do ta kalojnë natën në qiell të hapun të kenë sa më të kollajshme dhe të kenë sa më shumë ndihmë dhe përkraje nga të gjithë banorët të qoftë të Shqipërisë ose pse jo dhe të Kosovës, me që jemi rrjedhimisht afër dhe mund të tentojmë që t'i ndihmojmë atyre në këtë gjendje të jashtëzakonshme që ndodhet Shqipëria në këto momente ose në këto ditë. Ne lutemi që ato familje ta kenë sa më të kollajshme, sigurisht ato familje të cilat kanë humbur personat më të dashur të tyre në këtë tragjedi, është Zoti që atë gjendje të vështirë t'i kenë njerëzit më të afërm dhe miqt e ata të cilët do të mund t'i gjenden me fjalë të mira dhe me kurajo e me vullnet që t'i japin atyre familjeve. Ne këtu do të përfundojmë këtë transmetim të sonte me shpresë që transmetimet e ardhshme do të na gjejnë në një gjendje më të mirë edhe neve si staf, po ashtu dhe gjithë popullin ton. Lutemi që të gjithë ta kenë një natë të qetësonte edhe të keni një qetësi nga këto fatkeqësi të momentit që po ndodhin në vendet tona, ndërsa ne do të takohemi në emisionet e radhës nga unë Avni Lugiçi nga mbërstafi i radios Dituria Islame. Ju falenderojmë shumë dhe ju ftojmë edhe në emisionet e radhës të cilat do t'i realizojmë drejt për së drejti në radio dituriaislame.com. Deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.